Nga Presheva, vi në plazhin e Durrësit 10 vite, pa ndërprerje dhe nuk e ndërroj vendin, vi rregullisht këtu. Mirë po kalojmë, nga Prizreni kemi ardhë, mirë shumë. Me kë keni ardhë? Me bashortin, me vajzat, me nipin, dhëndrin. Keni marrë shtëpi me qira? Keni marrë hotel? Jo, shtëpi me qira. Si janë çmimet? Mirë janë, volitshme janë. Mirë janë çmimet. Sa keni paguar në natë? Pa tash ndoshta ç'është e thanet dhe tregu 15 euro natë. Po. Në plazh si duken kushtet? Është pastër uji detit? Po, për momentin pastër është. Edhe plazhi, edhe uji, gjithçka është mirë. Si po kaloni në plazh? Po mirë, bukur. Për sa ditë jeni ditë qëndrimi këtu? Po që sot është e 6-ta ditë, po mirë gjithë tash kemi kaluar. Mirë, uji për moment është i pastër, nuk ka aq njerëz. Tamam është mirë për moment. Në përjashtim që kemi një vreti vetëm të rrugët jashtë, makinat s'kem ku i lëmë. Aty vetëmi problem që kemi, makinat s'kem ku i lëmë, se ishin të punu rrugës dhe po. Unë mendoj që në këto ditë të nxehta është më mirë klima malore, sepse edhe në det nuk arrin dot që të freskohesh. Kështu që mendoj që ndoshta Valbona, Thethi. Pse ke zgjedhur plazhin e Durrësit? Jo, mua më konsideroj që prindrit ishin me pushime këtu, kështu që erdha për fundjavë. Prandaj nga Tirana. Po, sa të kalojnë kalamajt besoj vapën e Tiranës? Në krahasim, nuk diskutohet. Në krahasim me Tiranën është më mirë Durrësi. Po që unë po thoja në krahasim në Durrës det me mal. Po për Tiranën patjetër, Durrësi është një zgjidhje shumë e mirë. Ne vim nga Tirana, pothuajse çdo vit vim këtej, se kemi dhe shtëpinë këtej. Me thënë drejtën, Tiranë nuk rrihet. Është tmerrsisht vap, tu kemi detin. Edhe fëmijët argëtohen këtu, është shumë mirë, na pëlqen, sidomos qershori, kjo periudhë, se fillon pastaj koriku e gushti mbi popullohet e bëhet më shumë, ka më shumë fluks. Me një hotel këtu, hotel afër këtu. Si janë çmimet? Mirë, çmimet mirë, nuk kanë edhe shtrejta. Sa takoni në natë? Po them 20 euro që kemi. 20 euro. Mesatarja. Sa euro shpenzon ti në ditë qëndrimi në Durrës? Për sa ditë qëndron? Po këtë den 30 euro, 20 euro, varet që tash të qysh.